Përshëndetje, dhe mirë se keni ardhur në mbledhjen e muajit dhjetor të Qytetit Bashkiak Vllazërs. Forumi është plotësuar, është i nevojshëm për fillimin e ndërmarrjes, janë prezant pjesë të shkëmbëtarë shkollë, teatri teknik. Fjalën për vazhdimin e ndërmarrjes e Komiteti i Qytetit Bashkiak të Shqipërisë. Matija përshëndetje, mirë se keni ardhur në anën e orës së Këshillit Bashkiak Vllazërs. Në mbështetjen e ligjit 132 përveç qeverisë vendore, linji 53.4, linji 56.2, linji 57.2 gjerma 2, ju njoftojmë se ndërja e radhë të Këshillit Bashkiak Vllazërs vëllazë sot ditën e martë me datë 23 të majit 2025, ora 14:00 në salën e mbledhjes të Këshillit Bashkiak Vllazërs, pa njësisë administrative fushat. Në këtë renditje, pika parë e renditjes. Me rrugën për çështë të marrë të mbledhjes datë 26 të majit 2025, dhe informacion të përkëmbëtar të marrë në këtë mbledhje. Pika 2. Projekt të ndërmarrjes së njëjtës ekonomike të fondit për shërbim për muajin nëntor 2025. Pika 3. Projekt të ndërmarrjes së nivelit të pagave për funksionarët e zgjedhur të emëruar në kursin civil dhe punonësit administrativ të Bashkisë Vllazërs për vitin 2026. Pika 4. Projekt të ndërmarrjes së buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028, numrin e punonësve për Bashkinë Vllazërs. Pika 5. Projekt të ndërmarrjes së kalendarit për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe buxhetit vjetor 2026. Pika 6. Projekt të ndërmarrjes së projekteve prioritare të investimeve në Bashkinë Vllazërs për buxhetorin 2026. Pika 7. Projekt të ndërmarrjes së ndëshimit dhe sistemimit të VKB numër 3 datë 29 februar 2025 për rishikimin e VKB numër 37 datë 23 të martit 2024 për shkrimin dhe afatet të VKB-s Vllazërs numër 71 datë 26 të martit 2025 për miratimin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2021, ndryshuar me VKB numër 64 datë 26 të martit 2021 dhe me fuqi me VKB numër 78 datë 30 të martit 2023 dhe ndryshuar me VKB numër 84 datë 30 të martit 2023 dhe sipas sugjerimit të ardhur me shkresën numër 46 fraksion 4 i datë 2 i 6/2025 të drejtorisë së përgjithshme të taksave së pasurisë drejtoria e metodologjisë religjore të Tiranës. Pika 8. Projekt të ndërmarrjes në fuqi të nivelit të gjoba sipas VKB numër 65 datë 26 të martit 2021 për vendosje gjobës për shkeljet që përben përmbajtje administrative për vitin 2022 dhe në fuqi dhe VKB numër 79 datë 30 të martit 2023 dhe VKB numër 85 datë 30 të martit 2023. VKB numër 88 datë 23 të martit 2024 në Bashkinë Vllazërs. Pika 9. Projekt të ndërmarrjes së aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Vllazërs për vitin 2026. Pika 10. Projekt të ndërmarrjes së dhënies së bursës për vitin e parë në shkollat e arsimit profesional për vitin 2025-2026. Pika 11. Projekt të ndërmarrjes së dhënies së bursës së sport për vitin e dytë të lartë në shkollat e arsimit profesional për vitin 2025-2026. Pika 12. Projekt të ndërmarrjes për ndryshimin e VKB numër 73 datë 27 të martit 2024 dhe miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit numër 10860 fraksion 1 protokoll datë 3 martit 2024 për caktimin e rregullave dhe bashkëpunimin në veprimit dhe koordinimit ligjit ASHK dhe Bashkisë Vllazërs në kuadër të proceseve pa përfunduar për legalizimit në Kina Palajë. Pika 13. Projekt të ndërmarrjes rregullore të Komisionit të Qendror për tipet vendor të nderit, kriteret dhe procedurën të dhënies së tyre dhe emërtimin e rrugëve, shesheve, territorëve, institucioneve dhe objekteve jurisdikcion në Bashkinë Vllazërs. Pika 14. Projekt të për kryimin e Këshillit vendor të sigurisë publike në Bashkinë Vllazërs dhe miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e tij. Pika 15. Projekt të për dhënien në përdorim afat dhe diçka sipërfaqes kryore prej 3253 hektar për ark generator, stacione, objekte për kace e tjera dhe 6 km 338 metra rrugë për të lidhur sipërfaqe
faqe se të jepet me shpërdorim nga ekonomi kryore bujqishte karmës. Pika 16. Projektën e përmiratimin e rinovimit të kontratës së qeras numër 1460 6-3-2021 lidhur me Bashkisë Model dhe Shoqërisë Tank Telekom SHA sot Muan Albania SHA. Për sipërfaqe për 140 metra katror pjesë të sërisë numër 665 zona kadastrale 2708 e llojit Tullor në shtatin Nel Bashkia Model, fusha përdërimit të pronës për ushtrimin e sekretaritë antenave të transmetimit telefonisë celular dhe Shoqërisë Muan Albania SHA. Pika 17. Përvendimin e dhënies ndihmës financiare të njëhershme familje që janë drejtuar nga përmbytjet me datë 26/10/2025 banor të Bashkisë Model. Pika 18. Raporti i performancës dhe pikën online të diskutimit të ndryshme. Ka përshëndetja më shumë program muzikë? Me pikën e sigurisë? Po, shanë. Atëherë, për pikën e 17, materiale që janë analisme nivellit të lige, nuk në gjëtë parë. Dështimet shumica shqiptare që përndërtohet nuk janë njohur me listën e dështimet njohur këtas me dosën. Parë me që ne ta të rështim për radhë tjetër dhe të mirë të komision për këshilë dhe rëgjivoj gjitha dosën. E pika e komprenimi. Komisioni ka kalu ku listë në njërë elektronike e në palezushme. Edhe të që keni kontraktor të në tavalinë të palezushme, nuk i njofim fara e në. Ne kalu atëherë ti njëfë me dosit. Unë të mund gjafë shuet njofë dosit e shuet një për një. Më të herë të jetë kërë për me hekë për janë e ditë të një 7 majtë. 7 majtë. E lamë për atë njërë. Kështë në shumë fatë. E një ka parë që i 7 majtë ka hekë për janë e ditë. Atëherë halën votim për hekën i 7 majtë nga janë e ditë. Pro, 20 pro, punër, s'ka, shtetin s'ka, e tjere me atovër. Për pika 7 majtë, pisin nga janë e ditë. Atëherë të dojmë e pikën e parë. Me atimi i proces zërgorit të ndërë të datë 26 të mëjtë të 25 dhe informacionet e përgëbet në marrë nga këtë ndërë. Për këtë pikë janë institucion proces zërgorit i ndërë të skalume, pa kështë një pili diskutim, dokumentacion e keni për para. E jeni të bërë? Pro? 20 pro, punën s'ka, sëllim s'ka, minatorë. Atëherë filloj me pikën ndërë. Projektën e mbillojnë njësë ekonomike ka fondi kushtezuar për muajin nëntor 2025. Për këtë pikë janë ditë në redaktor Zonja Ila Pjen. Propositori Uniunea Economică nga fonduri e kushtezuara për muajin nëntor 2025, 130 familje me 400 domethënie 787 lekë, me 5,98% të fondit total. Në total për Bashkinë Valdez, për muajin nëntor 2025, janë shpallur fitues 597 familje, me fond 6.835.536 lekë, nga ku 6% të këtij fondi është 430.132 lekë. Kopës, me në një pikë për pikën të? Në një ekonomike? O të halën më tim? Pro? 20 pro, punër s'ka, se në s'ka me azot, palëmërës. Atërë të gëllë me pikë të Procedurë. Po, fatë. Tani që ka e në shumë. Për me raportu nga të administratë shumë. Tani që kushtetarët i përpara në shkone e kujtë për këtë tip edhe mos në mos i zazë shumë. Jesa budgetin. Dhe këtë më të të shkala gjana. Okej, mbaj, Okej, mbaj. I kina përpara një të gjojnë që në... Kërë kërëtar të grupeve të pyten për para.
Atëherë, fillojmë me pikën 3. Projekt qëllim për miratimin e nivelit të kadrave profesionale të sjelljes dhe të emëruar në punë civil dhe të punonjësit administrativ të Bashkisë Kombëtare për vitin 2026. Për këtë pikë kanë gjithë në relacion të drejtë të zyrës financave për Bashkinë Kombëtare zonën autonome. Në mandatar, atë projektimi I parë në dhe finansës, është projektimi për miratimin e nivelit të kadrave në funksionar të zgjedhjeve të mëruar në punësit civil dhe punësit administrativ për Bashkisë Kombëtare të vitin 2026. Atëherë, në projektimin që ratë punë në dispozicion, keni gjithë strukturën e Bashkisë bashkë në nivelin e kadrave të miratimin. Atëherë, ajo që vjen për të tekstu është se nisur në kërkesa e Ministrisë së Brendshme anëtare të Këshillit, është rishiku niveli I pagesës për shëndet dhe për programet të kadrave dhe përcaktohet tjetë për vitin 2026 në nivelin maksimal që është I parashikuar për bashkinë tonë. Siç e dini, pagesa është në vlerë 10% të pakës kryetare. Pra, ashtu në ndryshim edhe në 2026 do të takojë nivelin maksimal për parashikim. Po ashtu është parashikuar shtesa e 3 edukatorëve të reja. Kjo nis nga kërkesat e drejtorëve të shkollave, për edukatorët dhe në shtetje të fëmijëve me aftësi me rishje të se ka pas kërkesa nga prejnë, si të dojnë nga drejtorët për parashikë dhe është një rrugë ndryshim. Po ashtu është parashikuar shtesa e 3 inspektorëve në strukturën e IMT-s, kjo nisur nga politika qendrore për kontroll të territorit, se përket drejtimeve të reja, konsideru që bashkia jonë është bashkime një territorit zgjeruar, atëherë është vendosur të ndërsim. Po ashtu do të jetë edhe një sektor tek drejtoria e shërbimeve për një organizim dhe koordinimin e punës spitale, në mënyrë që të kenë sa më eficiente dhe pas një shërbim sa më cilësor për qytetarët. Te ndryshimet kryesore që vjen për programin e punës, çdo gjë është detajuar në projektimin që kemi në dispozicion, që kemi në pyetje, është edhe përgjigje. Po vëtë pikë. Për këtë pikë. E hallim votim të tjetra. Pro. 20 vota pro, kundër sta, miratohet të gjithë. Atëherë fillojmë me pikën 4, projekt qëllim për miratimin e buxhetit për vitin 2026 dhe program buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 në numrin ekonomik për Bashkinë Kombëtare. Do të këtë pikë në ditë, edhe për të shtatë. Në projektimin numër 16, Drejtoria e Financës propozon buxhetin për vitin 2026 dhe buxhetin afatmesëm për vitin 2026-2028. Janë të specifikuar të mëkamat financiare, diskusio në përshëndet disa tona që në mund të jenë në kryesisht në interesin tuaj. Sa I përket janë zonë. Për ta është sa më shtu. Ju do të thosh pyet. Dhe zona shtu. Zona shtu. Jo, ne na sapore që për parasol. Buxheti hyrë dalë Dolet më këtojnë da këtojnë të shpensimit, këtojnë të babën të tashë. Sa I përket zonave të investimeve, unë do I përmeni sepse projektimi një rast është në listën e projekteve prioritare. Dhe lista projekteve prioritare është në përputhje me buxhetin. Pra, janë zona që keni tek dy projektime në format të ndryshme. Shumë projekte të ndryshme të shpeshta keni projekte. Gjithsesi, nuk është shterose se të dim që gjatë vitit të bëni një investim që dëni me realizu, mund të ndryshojë edhe gjatë vitit, nuk është përfundimtare. Atëherë, në investimet e ndryshme kemi sistemi maskatim të rrugëve të parë pas marsh fazën 2, kemi ndërtim për stacione koordinate në qytetet të autobusave, sistemi maskatim të rrugës së Barrejtave në Laç, sistemi maskatim rrugë Shevçet Kash, sistemi maskatim i rrugëve Lagj Afan, sistemi maskatim rruga Dush Vendash, sistemi maskatim rrugë të Mërë në Pashëran, sistemi maskatim rruga Turke në Sharë që është në Pijek, rikwalifikim qenë në Sharë, sistemi maskatim rrugë të Brësh në Pisto, sistemi maskatim rruga Pisto në Kajmer,
rikualifikimi i qenës Kristo, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Staj, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Shevçet, sistemin rruga Lisën Qeshtë dhe Kërën Lindit të Kalume, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Lejkush, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Bushat Qenë, Fiume, tashmë që vijojnë edhe për dy vite të partit, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Shtjes, edhe kjo është në ndjekë sepse është në vit, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Ranca, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Barbullush, rikualifikim Qena Barbullush, sistemin asfaltim rruga Ma Barbullush, sistemin asfaltim rrugë të brendshme Lje që ka fillu si investim të ashtë të vim, rikualifikim Qena Urbane Valdez, sistemin asfaltim rrugë të brendshme për shfatat Mali Jushit, Potet dhe Sums, ndërtim pedonale në liçenin e Valdez, hapje rrugës në Termal, mirëmbajtje rrugës në Termal, shllak edhe bitumin, rekonstruksioni rrugës Trushi Poshtë dhe kjo drejtim një fazë të tyre, sistemin asfaltim ndërtim pasarele bitumin, ndërtim pasarele në Tush, ndërtim ure në Arë, disa përtime kanë vjedhur edhe nga gjithësia publike që kanë filluar nga kërkesat. Sistemin asfaltim i rrugëve të brendshme në lagjen Kapetan, ndërtim në rrjetin elektrik në Hemel në shtatën Termal, ndërtim pritje malore në Dej, vlerë materiale elektrike për ndryshim, mirëmbajtje të zakonshme në qena shëndetësore, ndërtim ambiente sportive, rekonstruksioni fushë futbollit në Bushat që nga diskutuar në mbjellje paraprake dhe të konfirmohet si zonë, rekonstruksioni qenës kulturore në Leç dhe Igjen e Moshë në Leç, rekonstruksioni shkollës së mesme nëndjeçare në falin e Bushat që janë si investimet dhe kryore, po ashtu kena rekonstruksion të shkollës së Kosmaqit, rekonstruksioni godinës kopsh për fëmijë të Valdez, Bushatit nisë edhe nga kërkesë që është bërë për hapje të qerëve dhe kopshën e drejtë që nga është miratuar dhe nga këshillë dhe lidhën e punit e se në të bëj. Kena blerë stupa shpërnojë në shkolla, rekonstruksion i godinës qenës sociale Besa, është paraqitur që ketë një rekonstruksion të kësaj qene dhe në mbështetjen njërin për shpenzimet që është në mbikëqyrje dhe për laudrimi, edhe përmirësimi kushteve të banimit në vit ka favorizuar, si ka shpar vitet e kaluara, mund të ketë edhe ditë ndërmime për palesa. Këto janë zonat e investimeve. Natyrisht, mund të ketë rrezikime gjatë vitit bazë nevojave, kërkesave, klientëve të ndryshme që hapin çfarë qeveria qendrore për investime të ndryshme. Këto janë. Mandej kemi detajuar çdo zonë, bazë programeve, shpenzimeve, çdo gjë është detajuar. Ka përshme i pyetje? Me i specialin në diskutim? Pikën ka dhe halën në pikë? Pro? Esmir. 20 pro, unë sta, një dorë. Atëherë, fillojmë pikën 10, projekt mendim për miratimin e kalendarit të përgatitimit të programit buxhetor fatnese 2026 dhe buxhetit vjetor 2026. Edhe për këtë pikë janë ditë, më dhe përgjithësisht. Me projekt mendim numër 7. 20 pro, unë sta, një dorë. Fillojmë pikën 6, projekt mendim për miratimin e projekteve prioritare të investimit në bashkim të për vitin buxhetor 2026. Edhe për këtë pikë janë ditë, më dhe përgjithësisht. Projekt mendim numër 3 nga detyrat e rifitimit territorit në klasë për investime publike. Tek ky projekt mendim gjendet gjithë në gjitha projektet prioritare për vitin 2026, edhe vitet në vijim, por që kanë fillimin e tyre, shëminohet të fillimin e tyre në vitin 2026. Nuk po i lexoj sepse janë të njëjta që lexova tek buxheti, sepse buxheti dhe projektet prioritare ecin paralel, pra në zona që miratohen si projekte prioritare edhe si zona buxhetit tek kategoria e investimeve. Në prejore të gjeni, ku shkone e pyjtë e diskutim? Në pikën 6? Halën të pikën 6? Pro? 20 pro,
Unë s'ka, se një s'ka, me atë. Atëherë fillojmë me pikën 7. Regulament për disa mashinë dhe sistemime të VKB numër 3, datë 26/9/2025, për rishikimin e VKB numër 87, datë 23/9/2024, për shtirjen dhe afatit të VKB numër Latajs numër 71, datë 26/9/2020, për marrëdhënie të takte për ritma vendore për vitin 2021 me shura me VKB numër 64, datë 26/9/2021, vënia fuqi në VKB numër 78, datë 13/9/2022 dhe në shura në VKB numër 84, datë 13/9/2025, dhe si pasazhirimit të ardhur me shkresë numër 46/4, datë 2/6/2025 të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave të Pastërisë dhe Drejtoria e Meteorologjisë dhe Zgjedhjeve të Tiranës. Për këtë pikë në analizë nga vetë të gjesë e zyrë të taksave për Bashkëdhënës Maria Gjesë. Sistemime konsistojnë në disa sugjerime të ordonave nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave Pastërisë, ku na sugjerojnë që të gjitha procesat ligjore të parashtrojnë edhe në një bashkësi, seksione të përcaktuara në rrugën e ligjit të ministrave për metodologjinë e përmirërimit të vlerës së taksës së pastërisë dhe të gjitha sistemet ligjore. Si që janë pranë dokument, një parashtrojnë edhe në VKB. Kto janë sistemime. Ndërsa ndryshimet që janë vetëm tek taksa e ndikimit në infrastrukturë, masi ka ndryshuar numri i banesave, në 24/300 që ka qenë për Flordesin, është bërë 2500. Edhe këto dhe në fanë për një zbëritje për zonën tonë, për ndërtimit të rejta, a pasë ndërtimit të infrastrukturë. Edhe ashtu një kategori të tjetë të pasë, një kategori për objektet që përdorën për qëllime bursore dekorale, është basitik në si kategori në rejtë dhe ka një vlerë më shumë pasë në përdo. Ndërsa, në shimet e tjera nuk ka as në taksa, as në tajtë. Njëzët vota pro, unë s'ka, se një s'ka, një në tonë. Atër, fillojmë me pikën 8. Projekt vendim për ngjarjen e fuqisë të nivelit të gjohës sipas VKB numër 65/36/2021 për vendosje gjohës për shtimin që përbën të ndarje administrative për vitin 2022, lënë fuqime VKB numër 7/9/2022 dhe VKB numër 7/5/2022, 2023, VKB numër 7/5/2024 dhe Bashkëdhënës. Në për këtë pikë në ditë në Maria. Për gjohat që vendosin nga Policia Bashkiake për vitin të ndërshme. Për këtë nuk të asnjë ndryshim, asnjë lloj takse. Bashkia duhet me paraqitë për meratën. Nëse ka në propozim të ndryshimi apo të Focusing regions to the localities. Yeah, I'm going to Pro. Nisë të drona pro, unër s'ka, se një s'ka, një atore. Për në
Atëherë fillojmë me pikën 9, projekt vendim për mirësimin e aktivitetit të Këshillit Bashkiak Vardhes për vitin 2026. Për këtë pikë analizë kalendarin e aktivitetit të Këshillit Bashkiak i kemi përpara, për fali e pyetjen e diskutim. Në disa aktivitete për Këshillit reale në udhëtim në Spanja, 3 milion. Atëherë, ka është e pyetjen e diskutim për këtë pjesë? Po. Hamë dhe pyetjen më? Pro? Pro? 20 vota pro, numër s'ka, nuk s'ka, atëherë fillojmë me pyetjen 10. Projekt vendim për mirësimin e dhënës së bursës për vitin e parë të shkollat të arsimit të mesëm profesional për vitin 2025-2026. Këtë pikë janë ekzistë në adresim të gjithë se zyre personit për Bashkimin e Vardhes në një italian. Ka është me i pyetjen e diskutim për pikën 10? Atëherë, hamë dhe pikën 10? Pro? 20 pro, numër s'ka, shkenim s'ka, miratorë. Atëherë, fillojmë me pikën 11. Projekt vendim për mirësimin e dhënës së bursës së pro për vitin e 34 në shkollat e arsimit të mesëm profesional për vitin 2025-2026, ato të pikë janë ekzistë. Ka është një pyetje diskutim? Ja, do të pikë më. Pro? 20 vota pro. Unë s'ka, unë s'ka. Atëherë, fillojmë me pikën 12. Projekt vendim për një ndryshim të rregullimit numër 73/27/2024 për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit numër 10820 për një protokoll të arbitratit 2024 për saktimin e rregullave të bashkëpunimit dhe veprimit dhe koordinimit midis ASHK-s dhe Bashkisë Vardhes në fazën e proceseve të paprafunduara për legalizimin dhe limitimin e parajsë. Për të pikë analitika në rakam specialiste e zyrës juridike për Bashkinë Vardhes në si të praktë. Ndryshimin e vendimit të Këshillit Bashkiak numër 73 datës 7/9/2024 për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit numër 1860 në protokoll datë 13/9/2024 për saktimin e rregullave të bashkëpunimit dhe veprimit dhe koordinimit midis ASHK-s dhe Bashkisë Vardhes. Në kuadër të procesit të paprafunduar për legalizimin e veprimit të parajsë. Konkretisht, në një vjetë të marrëveshjes së bashkëpunimit, duke miratuar zgjatjen e afatit deri në 31/10/2026. Ka është një pyetje? Në pikën 12? Atëherë, do të pikën 12. Pro? 20 vota pro, unë s'ka, unë s'ka, miratorë. Fillojmë me pikën 13. Projekt vendim për miratimin e rregulluar të Komisionit Kushtorimor për titujt vendor dhe deri kriteret në procedurën e dhënies së tyre si dhe emërtimin e rrugëve, sheshrave, territorëve
istitucionet dhe objektive në jurisdikcionin e Bashkisë Valdez. Para për të shqipë që janë ditë në vërtën Përsim të vrajtë. Propozăm să ne acord regulările apătite în locandere, critere, dhe procedura të dhe instituës, si dhe mëtimin e rrugëve, shesheve, territoreve dhe institucioneve dhe objekteve në jurisdikcion në Bashkisë Valdez, sipas tekstit që është bashkëlidhuar dhe përgjithësimin. Pa është një pjetë disciplin, të në marë? Ka të kërë në të pro? 20 vota pro, 1 shka, 1 shka, 1 pro. Atëherë, filloj me pikën 14, projektën e preterimin i këshillit e Zyrtarit të Sigurisë Publike dhe Bashkisë Valdez si dhe miratimin rregullues për organizimin dhe funksionimin e tij. Por për këtë çështje janë ditë si ka thënë. Apoi propozăm să ne acord învechea Këshillit Vendor Sigurisë Publike në Bashkinë Valdez dhe rregulloria për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike. Instruktimet publike. Po, kanë dhënë instruksione për decesa publike në lidhje me këtë rregullor që ne ato, dhe do funksionon si një organizat koordinuese dhe identifikuese për problematike që lidhen me çështje të rendit dhe sigurisë në komunitetin e Bashkisë Valdez. Ka për një pyetje nga të marrë? Ka të radhë në ty? Pro? 20 vota pro, 1 shka, 3 shka, 1 pro. Përmërë. Atëherë filloj me pikën 15, regullim të dhënë në përtrim afatër vjeçar për sipërfaqen periudhë për termi 250 hektar për aerodinerator, stacion objekte për tasë të tjerë dhe 6 km 358 metra rrugë për të lidhur me sipërfaqen që të bjerët në përdorim në ekonominë të jevur e Komisionit Shqiptar. Për këtë pikë të analitikë, na relaton inxhinieri Zoti Marcelli. Pas një athimi të raportit teknik për hapën të tjera, ndërkohë për përgatimin e dokumenteve të anëtarë në vend të sigurisë të komunit të qytetarëve të travajës të përdorur në pazorën e reglamenteve në personal, planë të komandë i shtetit të institutit për saktimin e stimeve të tarifave, travajën e shërbimit për drejtë të politik komunitar për vendimtarje ekonomike si dhe për probleme të tjera të socialit i kapitalit të gjatë të tani marrë të çartës të problemit. Burada edeceğim nasıl maddeler? Esta fase não é naturalmente muito simples, claro, porque na época a gente detalhe das nossas pessoas que podem fazer, já Për këtë pikë jam në ditë dhe në tonë, regulacioni njëri për para, për kërë e pikën e diskutim, për pikën të smarë, ka e jarën dhe pikën të smarë, pro, 20 vota pro, 1 shka, 3 shka, 1 dorë, për në nështë.
bashkëtarë të Lëndëvitin të Shmat, projekt vendimi për miratimin e rinovimit të kontratës shoqërisë numër 1427 Shmat të 2022 lidhur mes Bashkisë Vallëve dhe shoqërisë Art Telekom Shirazi, One Albania Shirazi, në sipërfaqe 320 metra katror, pjesë e përsërisë numër 623 zona kadastrale filmi stacionarit të zonës Kru në fshatin Mjeri Bashkia Vallëve. Kusha për lirimit të tërmës për ushtrimin e veprimtarisë së antenave transportimit të telefonisë celulare të shoqërisë One Albania Shirazi, objektiv permitit në relacion të gjithë në zyrës të steta e Bashkisë Vallëve, zotin më të pasë. Kanë bashkuar një kompani dhe Monika Gjes për rinovimin e kontratës me emrin e kompanisë Monik. Brada ka thënë se çfarë më njëta kushte dhe të njëta dera në kontratën para. Pra, shpejtë në rrugën e celulare me Je ka një pikë në zonë? kompania ka kanë përrejtë në pagesat e gjitha. Je ha një pikë në Shmat pro? 20 vota pro, unë s'ka, absteni s'ka, një ato. Lidja të përnë të përjeshtu nga e një diski pro, atëherë fillojmë me pikën të të majtë. Raporti i performancës për të shqipë të realizit në rrëtën të zoja vejdaterit. Raporti është një analizë përgjithëse në Bashkinë Vallëve, por është për vitin 2024 në sensin e bashkëpunimit të bashkëpunimit, edhe kena pasur me si raporti në fund të 2025. Në perioda është një ekonomikës. Në që edhe 2025 në raportori me dy dëshmorë, që është në parë dy, gjithsesi janë kërë që të nëra për të aspektit kryesor të shërbimeve, por edhe disa të tjerë që harronit janë për një resumë. Investimet të reja për zonë që për të vizitës ka një në realizimi. Dërsa në shumë materiale është në për një janë që të një disë ka në shqytu, për dëna që janë dërë nga sektor të tanë bashkisë, si që dhjë. Kena bërë një prezentim edhe në mediat, dhe disa antarë që i bashkjet, bërë për një komunikimi, gjithësi është marrë që ne të tjera në monitor në pakët në bërë një analizë për gjithë për pësaj se rëtërizmu, për gjone që janë letësë që në Atje ka përshëj, një diskutime të të marë. Ja s'ka nevoj për vëtëm, pak që ka Ate si lojnë me pikën më hërë diskutimet me shë. Kush ka në gjohë? Me klasë. Ka mund pra disa. Ja për i një mirë. Ja vaj me dhurat vogli për antarë shqirë. Dhe mos harroni 26 në